Për herë të parë, Parku Kombëtar Malishar publikon thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për lidhjen e kontratës për kryerjen e veprimtarisë, blerjen e produkteve të tjera pyjore në territorin e Parkut Kombëtar Malishar me kompensim. Me këtë thirrje publike, synohet që kjo veprimtari të zhvillohet në mënyrë të rregulluar, transparente dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke respektuar parimet e mbrojtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Institucioni publik për nevojat e thirrjes publike lëshon këto dokumente. Kërkesë për lidhjen e kontratës për grumbullimin e produkteve të tjera pyjore përmes pikave grumbulluese për vitin aktual. Plani vjetor i grumbullimit të sasive të përgjithshme të produkteve të tjera pyjore dhe kontrata për ushtrimin e veprimtarisë së grumbullimit të produkteve të tjera pyjore përmes pikave grumbulluese me pagesë. Të drejtë për paraqitjen e kërkesës ka çdo person juridik vendas i interesuar, i cili plotëson kushtin e mëposhëm. Të jetë i regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë së grumbullimit të produkteve të tjera pyjore. Si dëshmi për përmbushjen e këtij kushti, personi juridik duhet t'i bashkangjisë kërkesës për lidhjen e kontratës një nga dokumentet e mëposhtme, formularin DRD ose gjendjen aktuale të regjistrimit të subjektit. Ftohen të gjitha personat juridik vendas të interesuar, të cilët i plotësojnë kriteret e mësipërme, që brenda 5 ditëve pune nga dita e publikimit të kësaj thirrjeje publike në faqen zyrtare të institucionit publik Parku Kombëtar Malishar të dorëzojnë kërkesën për lidhjen e kontratës së bashku me dokumentet e tjera të nevojshme.